Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhënë, Ti je i dituri dhe Ti je i urti. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira, e sa të jemi gjallë. O Allah, na furnizon me furnizim pastër dhe furnizim halal. O Allahu Zot i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit, dhe jo argument dhe dëshmi kundër nesh atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Atëherë pa humbur kohë inshallah taala, po fillojmë me pyetjet të cilat kanë ardhur. A është e vërtetë se ndonjë person që nuk na hiqet nga mendja, Allahu do të na bashkojë me të në të ardhmen? Jo, nuk është e vërtetë. Të pralla dhe fantazi e smur. Kjo quhet fantazi e smur. A është e vërtetë se nëse një person nuk na hiqet nga mendja, Allahu do të na bashkojë me të në të ardhmen? Futi i grushti ilaçe që të vish në vete, me shpresë Zotit. Kur shoh ndonjë video për fen islame, fillon dhe më dridhet pak trupi. Është gjë e mirë apo e keqe? Do të mësohesh, është normale, e ke ndoshta edhe emocionale, do të kaloj. Stresi zero, ose stresi ngrirje, nuk ka asgjë as për tu mahnit dhe asgjë s'ka për tu trembur. Avash, kjo tregon që janë fillimet. Pastaj do të mësohesh inshallah dhe çdo gjë do të shkojë mirë me shpresë Allahut. Po të vendos lek te kutia e bamirësisë te xhamia, është njësoj sikur ja ke dhënë një të varfri? Jo, nuk është njësoj, është dy sojesh. Është dy sojesh. Sepse aty ke xhamia mund të shkojnë për dritat, mund të shkojnë për Kuranët, mund të shkojnë për mësuest, mund të shkojnë për kurset, mund të shkojnë për aktivitetet. Kurse kur ja të varfrit ja ke dhënë të varfrit. Po ke xhamia mund të shkojnë edhe për të varfrit, po varet se si klauni për shembull vendos. Thot klauni këto lekë të hiqim për rrogë mësuessh. Shefi i madh vendos. Unë të copë drejtojëm, shefi është klauni. Kështu që e rëndësishme është me dhonë, nuk ka problem. Qofse dikush i hedh lekët tek arka e xhamisë me njet, për shembull po i hodh këto lekë me njet për jetimet. Ja, nuk shkon, sepse ku e di klauni që i ka hodh mat njet. Ama nëse ti e fut në zarf, po. Nëse ti e përcakton aty në zarf që këto lekë do të shkojnë për të varfrit, klauni është i obliguar që të shkojnë lekët për të varfrit, për jetimet, për kurset e xhamisë, për kurset e xhamisë. Kur ti e lën të lirë, pastaj si ta shofi këshilli dhe klaunit arsyeshme. Kështu që nuk, sepse nuk e di ne me çfarë njëti ke udhti. Ë? Jo. Sepse nuk mjafton vetëm njëti në këtë rast. A është e lejueshme të punosh në një kushinë, pra kuzhinë ka për qëllim sushi, sepse kam parë në internet një faqe që thotë nuk lejohet. Nëse është me prodhime deti, është halal, nuk ka asnjë problemi. Nëse bëhet sushi me një gjë tjetër, se unë nuk e di tani çfarë mund të fusin tek sushi, që është haram, bëhet haram. Ama nëse bëhet fjalë për atë sushin që ne njohim, klasikun, tradicional që bëhet me prodhime deti, është halal, nuk ka asnjë lloj problemi. A e prish abdesin qelbi, pra ka për qëllim qelbin, që mund të jetë i verdh, i bardhë ose i jeshil. Jeshil s'kam pa në herë, po nejse. Nuk e prish në mendimin më të saktë të dietarëve. Në mendimin më të saktë nuk e prish. Pra, nuk e prish dhe s'duhet me u shqetësu fare. Kisha një pyetje në lidhje me faljen e namazit të xumas. A lejo ta falim kur imami është
ul prej minberit dhe janë të u përgatit rrjeshtat për faljen e xumas. Për shembull, me i thanë që ka vend të lirshëm në rreshtin e tretë ose me kthy selamin dikujt që ta jep. Me fol, pa. Kam një pyetje në lidhje me foljen, me të folurën. Thashë po thot me faljen. Lejohet, nuk ka asnjë problemi, nëse ka zbrit imami nga minberi lejohet. Nëse ka shëngjit imami në minber, pa akoma nuk është thirrë ezani, lejohet. Nëse është imami mes dy hutbeve, prap lejohet. Ajo që nuk lejohet me folësh kur është imami, duke marrë ligjëratën, në minber nuk lejohet. Men qala li sahibihi yawm al-jum'ati wal imamu yakhutub unsut faqad laga ose usmut faqad laga. Nëse dikush i thot shokut të tij hesht ndërkohë që po marret hutbja, ai ka dal pas e vapin e xumas, pa shpërblimin e xumas, ai ka namazin e sakt, po s'ka marrë atë shpërblimin e plot dhe të duhurin që duhet merrte nga xumaja. Ama nëse është imami i ulur, ose ka zbrit nga minberi, po thjesht është fal namazi, ose mes dy hutbeve, apo akoma s'është thirrë ezani, po imami ka thonë selamu aleikum wa rahmatullah, dhe është ul dhe pritet që thirret ezani, nuk e përfshin ndalesa. Kemi pyetje këtu me zë. Ta dëgjojmë. Selamu alaikum, hoqë, dhe të për pyetje. Do është, thuaj që mas ikindis për shumë, nuk ka namaz dhe për akşam. Do thonë, mes ikindis e akşamit, nuk falet namaz. Por kur hyn në xhami për shumë, para akşamit, para që me hyrë akşamit, do të reditur akşamit, po akşami sa në koma. Qartë. Pra thot se nuk lejohet mu fal namaz nga ikindia deri në akşam dhe nga sabahu deri në lindje e diellit. Po kur njeriu futet në xhami, themi rregulla është kështu, nuk bën me fal namazë vullnetare nga ikindia deri në akşam pa arsye. E nëse njeriu ka arsye, të quhen salavatun dhatu esbab, salavate me sebeb. Ke mor abdes, lejohet me fal 2 rekatëshin edhe mas ikindie deri në perëndim diellit. Je fut në xhami, lejohet me fal 2 rekatëshin edhe pse je mas ikindie deri në perëndim të diellit. Po kështu edhe sabahun. S'ke fal sunetet e drekës, lejohet me i fal mas ikindie. Kanë hik sunetet e sabahut, lejohet me i fal mas sabahut deri në lindje e diellit. Sepse ke sebeb. Përderisa ke sebeb, s'ka problem. Istiharja, nëse është diçka e ngutshme, po. Nëse është diçka që pret puna, jo. Pra istiharën, thot vllaja, mund ta falim nga masabahut deri në lindje e diellit? Nëse unë duhet aja përgjigjen masabahut, po, bën. Ama nëse pret puna, jo. Edhe mas ikindie njëjta gjë. Një motër besimtare, fillestare, ka fal akshamin, po ka harruar të thot subhaneken. A duhet ta përsërisë namazin? Jo. Thënia e subhanekes në fillim të namazit është sunet, që do të thotë nëse nuk e thot dikush, namazi është i saktë. Lënia një suneti në një namaz nuk e prish namazin, nuk e bën namazin të pavlefshëm. Për këtë arsye namazi ka kushte, shtylla, farze ose vaxhibe dhe sunete. Kështu që nëse njeriu lën pa bërë një nga sunetet e namazit, namazi është i vlefshëm. Nëse lën pa bërë një nga farzet apo vaxhibet, duhet ta korrigjojë nëpërmjet sevi sejdës. Nëse lën një rukn shtyll, Hanefit i thon shtyllave, që i thot xhumhuri i thon farz. Atëherë duhet përsërit rekati, nëse nuk e kap në kohë, dhe nëse njeriu lën pastaj një kusht pa bër, atëherë s'vlen namazi fare. Nëse unë jam duke u falur me xhamat dhe gaboj, pra jam pjesë e xhamatit, nuk jam unë imami, gaboj duke shkuar namazin e yatsis në uljen e parë, harroj dhe shtoj edhe salavatet deri në gjys, pastaj nuk e çoj salavatin deri në fund dhe vazhdoj faljen me imam. A duhet bëj sevi sejdë? Këto gabime quhen gabime të tolerueshme përderisa je me imam, i mbart imami. E rëndësishme është që ty mos të iki imami nga rukni shtylla e radhës.
Pra, ti ule gabimisht në tehijat në rekat parë. Ule gabimisht. Imami është shu me kënu el Fatihan. Ti u ftjellove në kohë dhe e kape imamin një rregull. U ftjellove mas i kohët gjatë dhe imami ka shku në ruku, ty të ka hik rekati. Do të vazhdojsh prapë me imamin, ama je me një rekat mangët. Jemi një rekat mangët dhe duhet me e korrigju këtë problem me sebi zeshten në fund fare. Ama në qëfëse është vonesa si kjo, është të robi duke minu se është të bëtë i hijatin. Pastaj ka pa gjithë njës janë që në ka, mos e ka kap situatën dhe është që, nuk ka si lloj problemi. Kunata ime ka një pyetje për ju. Pajt, bismillah. Thot se vjerri i saj e ka mallkuar shumë djalin e tij duke i thënë që ta sjell Zotin e Vlad. Dhe pas një kohë atij i vdiq vajza 11 vjeçe, domethënë mbesa e plakut. Kunata mendon se kunatit i vdiq vajza për shkak të mallkimit të vjerrit dhe dëshiron të di nëse vdekja ka ardhur nga mallkimi i vjerrit dhe a vazhdon ky mallkim apo duhet ta ndërpresi ai duke u tërhequr nga mallkimi. Nëse këto plakut, vjerrit, gjyshit i kanë hyrë në hak, i kanë bërë padrejtësi, e ka zonë mallkimi i tij, nuk ka dyshim. Dhe ky mallkim do të vazhdojë derisa të tërhiqet plaku prej mallkimit. S'ka dyshim ke kjo pjesë. Të hysh në hak prindit, babës ose nonës, të mallkoja i me shpirt, po vallai nuk bën hajër as në këtë botë as në botën tjetër. Kështu që nuk është puna vetëm ke ky fëmijë që ka ndruar jetë, po do të jetë kjo gjithë. Kështu që këta duhet pendohen radh parë mes tyre dhe Zotit. E dyta duhet i kërkojnë hallallikun dhe duhet ta kënaqin plakun me çdo lloj forme që të tërhiqet nga mallkimi. Për ndryshe s'kan për të bëj hajër. Për ndryshe nuk kanë për të bëj hajër, vallahi bilaj, për Zotin. A lën feja islame me bler një macë sepse kam hasm shumë mendim për këtë çështje. Për sa i përket shitblerjes macëve, kanë një hadith, pa i hadithi faktikisht nuk është kuptuar drejt. Thot, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam an themenil hirra ose senur. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga paraja që fitohet për shitjes macës. Xhumhuri i ulemave, pra shumica e shkollave islame, thonë që ndalesa bëhet fjalë për macet e egra, nuk bëhet fjalë për macet e buta. Argumenti i përjashtimit e Buhurejra, argumenti i përjashtimit, gruaja që kishte lidh macën, etj. Macet janë të pastra, sillen rreth e përqarkush, hadithi i saktë. Plus që janë të dobishme. Janë dobishme për mite, për zvarranikët e tjerë. Kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi. Si më thënë, jarga e macës në islam si konsiderohet e pista apo e pastër? E pastër. Kështu që nuk përbën problem. Shumica e dietarëve thonë që hadithi i ndalesës nga fitimi i shit bilerjeve të macës ose të maceve thonë ka të bëjë me të egrat dhe jo me të butat. Nëse gjatë pastrimit të dhëmbëve na del pak gjak, a na prishet abdesi? Jo, në mendimin e të gjithë dietarëve të islamit, edhe hanefit, që sipas tyre gjaku e prish abdesin, jo, në këtë rast jo, pse është diçka e vogël. Edhe ata thonë, nëse është diçka e pakët, nuk përbën asnjë lloj problemi. Siç është rasti kur njeriu pastron dhëmbët. Duke pasur parasysh se në islam burri është shtylla kryesore e shtëpisë dhe të ardhurave dhe gjithë gjërave të tjera, pra ai është shtylla e shtëpisë dhe gruaja merret me punët e shtëpisë. Okej. Në rastin kur të dy bashkëshortët janë në një marrëdhënie pune, pra dhe gruaja madje fiton më shumë se sa burri. Mashallah, bravo qoftë. Po pra burri nuk ndihmon fare në punët e shtëpisë. Apo jep një këshill këtyre lloj burrave se po na I marrin njerëzit e afërt në qafë dhe përmendi që profeti paqja qoftë mbi të, I ndihmonte bashkëshortët e veta. Pa e paske thonë të gjitha, Allahu ta shpërbleft. Ma paske lehtësu punën mu, Allahu të nderoft. Normal është që bashkëshortët
Duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, duhet mirëkuptojnë njëri tjetrin, duhet të jenë krahët njëri tjetrit. Tani nuk është kjo punë e ndame me thik. Unë jam ky, ti je kjo. Nuk është e ndame gjëja. Sipas mundësisë, sipas kushteve. Kështu që bashkëpunoni. Ittafiqa wala takhtalifa. Pejgamberi alayhis salam dërgoi në Yemen Muadh ibn Jabelin dhe këtë tjetër. Këtë ka çu bashkë me Muadhin në Yemen. Ku cili ishte sahabiu tjetër që dërgoi pejgamberi sa bashkë me Muadh ibn Jabelin në Yemen, ka çu dy sahabe. Ja. Gjeni javën tjetër do ju pyes. Edhe ju tha ittafiqa wala takhtalifa. Dakordohuni dhe mos u përçani me njëri tjetrin. Kur dy njerëz që janë në një mision duhet të jenë të dakorduar. A ka mision më të madh dhe më të rëndësishëm sa misioni i familjes? Nuk ka. Kështu që bashkëshortët duhet gjejnë gjuhën me njëri tjetrin. Nuk kanë gjëra të ndame, nuk ke ketin islam diku që thuhet punë e burrit, punë e gruas. Nuk ke diçka, çat kesh mundsi, edhe fëmijët, po edhe enët, po edhe këtë, edhe atë. Nuk kanë gjëra të ndame, tani ato të kalojmë jetë bashkëshortore tamam, me e bo shpinë si kopsh xheneti, apo me qenë shtëpia të merr për njërin ose për tjetrin. S'do të shofi njeriu gjona, janë shumë gjona të rëndësishme në jetë që njeriu duhet të anashkalojë për hatër të Zotit, për hatër të projektit. Projekti i familjes është një projekt që nis këtu dhe vazhdon edhe në xhenet. Nuk ke për të pas këto probleme me gruan në xhenet. S'ke për pas as probleme pastrimi, as probleme gatimi, as probleme kalamajsh, as probleme paras, as ta, s'ke për pas. Në xhenet është full option kënaqësia dhe lumturia. Kështu që këto 300 vjet që ke në këtë botë shtysh si ti shtysh, çfarë problemi ka? Në përjetësi atje pastaj në infinit je si mbret. Kështu që sa gjëra që një duhet i kaloj, duhet t'i përtypi për hatër të Zotit e para gjë, pastaj edhe për hatër të projektit. A e kupton ti që familjes janë vënë gjithë në prit? Gjithë janë vënë në prit familjes. Sepse është kështjella e fundit që mund të rezistojë në ruajtjen e njeriu. Mos bim ne viktim e këtij kurthi për shkak të naivitetit, për shkak të egos, për shkak të ku e diun, ca muhabeteve që nuk ja vlen, barra qeran. Duhet me bo durim, duhet me bo sabër, duhet me bashkëpunu. Sidomos në këtë lloj raste ku të dy janë punë, të dy janë të angazhuar, tani nuk duhen pa mo gjonat. Ose gjeni dikë që të punojë ke shtëpia si pastruese, si kujdestare për fëmijët, që t'ju liroj juve nga barra e rëndesës. Nëse jemi për nguta, mund të falim vetëm farzin dhe pastaj ta falim sunetin kaza, nuk ka asnjë lloj problemi. Pra nëse dikush ka punë, ka angazhim, është në shkollë, është në punë, është në mbledhje dhe ka situatën me ngut dhe fal vetëm farzin, mund t'i fali sunetet më vonë. Argumenti hadithi i njohur ku pejgamberi sa sem është angazhuar nga dreka deri në ikindi në pajtimin e dy fiseve. Dhe i kanë ikë sunetet e mrap me të drekës pa fal. Kur ka ardhur në shtëpi ka fal mas ikindie. Nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha e ka pyetur. Tha pejgamberi i Zotit sot ke bë diçka që s'e ke bën herë më përpara. Tha u angazhova në pajtimin e dy fiseve dhe më kishin ikë sunetet e drekës. Dhe i fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sunetet e drekës mas ikindie. Nga kjo kanë thonë dietarët që lejohet njeriu nëse ikin sunetet t'i falë më vonë. Ka tolerancë në sunete. A bën me i zëvendësuar këto 6 ditë para apo pas Ramazanit që vjen tani? Përpara, kujt i kanë mbetur, cilit do që i kanë mbetur ditë nga Ramazani pa plotësuar, t'i plotësoj tani para Ramazanit. Sidomos tani në këtë kohë që është kohë, mashallah, do të thonë dimër, dita është e shkurtër, as nuk njihet pse njeriu s'ka ngrënë dhe s'ka pirë, kështu që duhet të plotësuar ditën e Ramazanit para se të ardhë Ramazani. Mos e toleroni këtë pjesë.
Nëse ka Ramazani dikë borxh do t'i bëj, nuk shlyhet borxhi. Ramazani i ri është i saktë, ndërkohë që njeriu është gjynafqar plus. Pra nëse deri në Ramazan duhet ta kishte shly, shtyrja e tij mas Ramazanit e bën gjynafqar edhe më shumë. Kam dëgjuar se nëse bie në idhujtari ose kufër, Allahu nuk e fal, por unë kam rënë në atë gjë nga ignoranca, sepse mendoja se ai person që më mësonte të bëja idhujtari dhe shirk ishte hoxh. Pasi unë në atë kohë isha e prekur nga magjia. Në të njëjtën kohë fillova dhe namazin, tani jam i lumtur që falem, por kam ende shqetësime. Tani për sa i përket shirkut dhe kufrit që kam bërë unë më përpara, a më fal Zoti? Padyshim që po. Padyshim. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal gjitha gjunahet. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. O që keni besuar, pendoni te Allahu me një pendim të sinqert, të pastër, të çiltër dhe gjithë përfshirës. Zoti do t'ua falë gjitha gjunahet. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah." Ai që pendohet për diçka që e ka bërë, sikur se ka bërë. Kështu që Zoti i fal gjitha. Zoti i fal të gjitha pa përjashtim. E rëndësishme është që njeriu të pendohet në kohën e pendimit dhe me kushtet e pendimit. Çfarë këshilla keni për ata njerëz që urojnë ditëlindjen e njerëzve të vdekur? S'ka kush i arreston. Ai ka vdek ti thu urime ditëlindja e kujt? E gjyshit. Po gjyshi ka 300 vjet që ka vdek. Këta janë njerëz që s'ka spital që i merr përsipër. Duhet me i çu me ato të tjerë. Çfarë këshillë keni për ata që ju urojnë ditëlindjen e njerëzve të vdekur? Blog, rasi blogun. Ja, stakfirullah se bësha ka, po ideja është që hajë inshallah, thuj o vlla, ka vdek ai robi, nuk i ecën mo sahati. Sahati i jetës, numratori i ka nalu numratori, ka filluar numrator tjetër. E kështë gjune e këte ju? Valla e unë hera parë që e një, pasha Zotin. O hoxh, ju gjithmonë keni folë për prindit. Me falë o hoxh, po kur është prindi ai që bën dallime dhe padrejtësi, sidomos nëna bën shumë dallime. Pse nuk e bën një storja edhe për këtë gjë? Pra pse nuk e bën edhe një bisedë për këtë gjë? Prindi, po të boni 13-14 vjeç, i ka shlyt gjitha detyrimet ndaj teje dhe ndaj çdo kujt tjetër. E po shkove deri 18 vjeç, prindi është ka Allahu i pastër. E nëse të manë me bukë dhe me ushqim mas 18-ës, derisa të martoj, prindi e ka shlyt detyrim, çdo lloj detyrimi ndaj teje deri në ditë kiametit. Nëse prindi bën padrejtësi, Zoti e fal. Allah e mëshiroft. Zoti e uzoft. Nuk justifikon kjo prej nesh asnjë lloj sjellje. Ashtu aq ja kap trunin atje, ashtu ja merr mendja. Çfarë do të bëjmë? Ta mallkojmë? Çfarë do të themi? Ne kemi për detyrë, ja, përmend rastin, pyet një hoxh, incizoje, t'ia çoj dikush prindi që ta dëgjojë që kjo është padrejtësi. Nuk ka justifikim, njeriu nuk lahet ndonjëherë me nonën dhe me babën e vet. Nuk ka gjë që e lan hakun e prindit, nuk ka gjë që e lan. Se ti ekziston, kush është bo sebeb mas Allahut që ti je në këtë botë? Prindi, ke morë nga baba diçka dhe nga nona gjithë pjesën tjetër. Kështu që nuk ka justifikim, nuk ka gjë që mund të barazoj hakun e prindit në këtë botë. Prandaj nëse prindrit ju bëjnë padrejtësi, ulni kokën, këshillojeni, edhe shifni jetën tuaj. Çfarë detyrimi ka prindi ndaj teje? Asnjë lloj detyrimi s'ka ndaj teje nëse ti bosh 18 vjeç apo pak më shumë se 18 vjeçari. Shifo vëlla jetën, do të baj prindin ngurriz gjithë jetën ty.
Kështu që prindërit tanë, cilët neve na kanë rrit, na kanë shkollu, na kanë martu, na kanë lehtësu gjonat, i kanë shlyer detyrimet. Tani prindërit tanë nuk janë as ke sadakaja ndaj nesh, janë ke nafilja. Kështu që puthini kamët prindërve sa i keni gjallë, se do t'ja dini vlerën kur mos t'i keni më gjallë. Ashtu, do të dëshirojsh të ishte prindi gjallë, edhe pse bën padrejtësi. Do të dëshirojsh ta kishe gjallë, babën ose nonën, vallai bilaj për Zotin, edhe nëse do ishte i padrejt, njeriu do të dëshironte vetëm ta kishte gjallë, s'ka problem, të mgjujmë shkop, të mbërtasi, të mshaj, vetëm të jetë gjallë. Nëse namazi i duhas duhet falet deri 5 minuta para ezanit drekës, a është njësoj edhe për ditën e xhuma? Për ditën e xhuma ka tolerancë, sepse në mendimin më të saktë të dietarëve është se dita e xhuma, në mendimin më të saktë, sepse ka dy mendime, është se dita e xhuma nuk ka orar. Dhe se xhumaja fillon qysh para dite. Kështu që ka përzierje në këtë punë, kështu që nëse njeriu bën niyetin për namaz duhaje nuk ka problem. Edhe mas kohës së paradites. Pra nuk ekziston kjo koha e xhumas siç është për namaz dhe drekës, pra ka tolerancë, ka tolerancë. Kur themi për guslin e ditës xhuma, a mund ta marrim guslin natën? Ka dy opsione, më saktë është që po vlen. Edhe leximi i surës Kehf para se me dita xhuma me lexu natën, edhe gusli vlen inshallahu taala. Mas akşami i tëjtës gjithmonë, nga akşami i tëjtës e mrapa. Faktikisht është një pyetje shumë interesante. Babai im thoshte është i moshuar dhe nuk lëviz. Ne si familje po mundohemi me gjitha mënyrat për të kujdesur për të, por është bërë shumë e vështirë sepse ai ka nevojë për një kujdes profesional, që ne nuk dim ta ofrojmë ashtu siç duhet dhe kemi frikë se si fëmijë e dëmtojmë. Nëse e dërgojmë atë në një shtëpi të moshuarve ku çdo gjë bëhet me shërbimin më të mirë mjekësor dhe me përkujdesje të vazhdueshme. A konsiderohet kjo gjëna? Qëllimi ynë kurrë nuk është ta braktisim atë, por ta ndihmojmë për të jetuar një jetë më të mirë dhe ta vizitojmë atë shpesh. Innamal a'malu binniyat. Çdo gjë varet nga qëllimi. Nëse ky është niyeti juaj, qëllimi juaj, mundohuni që të gjeni një mirëkuptim nga ana e prindit, pra që ai t'ju mirëkuptojë pse po e bëni këtë gjë, edhe nuk ka problem. Se në fund fare kush është qëllimi? Në fund fare qëllimi është që ne t'i shërbejmë prindit, t'ja lehtësojmë atij jetën, t'ja bëjmë atij jetën sa më të mirë. Po prindi ndoshta nuk e kupton që duke e çuar atje i bëhet jeta më e lehtë dhe më e mirë. Në këtë rast merret në konsiderat mendimi i fëmisë. Përderisa qëllimi është i mirë, përderisa dëshira është e mirë, merret në konsiderat fëmia. Sa i thotë unë duhet të vdes këtu, për shembull, ndërkohë që fëmia din më së miri që atje mund të shërbejë. Siç thot pyetja. Pra nëse është situata siç është bërë pyetja, unë do të thosha po nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. I me shoqe i fal 5 kohë namaz është me hijab, reziton Kur'anin, ajetin Kursi, me një fjalë bën të gjitha, por disa herë bën ca gjeste jo të këndshme. Për shembull, mendon se është e përzgjedhura e Zotit, ose thotë jam profete. A mos është ky një ngacmim nga xhindët apo problem mendor? Po, mund të jenë të dyja bashkë. Mund të ketë edhe nga xhindët dhe nga truni i vogël që si punon, në rregull. Ose mund ta ketë vetëm nga truni, e s'ka xhin aty drejt i fare. I kanë bot xixh ato nervat, kanë filluar të bëjnë, si quhet kjo? Kur kjo? Mas. Kanë filluar nervat të bëjnë mas. Po mund të jetë edhe smur me xhin, edhe i duket vetes sikur i vjen shpallja, shef në drejt në shejton me rroba të bardha, thotë erdhi engjëlli. Sapo më tha kështu apo ashtu. Kështu që Allahu zoft, unë do të këshillosha që ta çosh në spital. Unë mendoj se ka nevojë për spital. Për raste të tilla, do thotë se ka filluar qarku ose çarku ti luaj për venit, kështu që duhet me ja vidos që mos ti luaj. E ke parasysh motori kur thyn njëri nga komët,
motori i makinës kur thyn një kom çfarë zhurmë me bën. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me thyrjen njërave nga bazikat e trunit, aty ku mbështetet truni, edhe kemi mas, ka bërë mas. Mund të jetë edhe me xhin, mund të jetë, Allahu din më së miri. Po, zotëri, kishe gjetë. Ta bim ta kënojmë këti. Kemi një njerëz në spital edhe ne s'dom që ta bëjmë merak, edhe I thot, bëj për Allah që unë jam mirë, që domethënë ta besoj që është mirë, por ti nuk do t'ia thuash se ke frikë se ai tremet, mund tensionohet, mund t'i ndodhi në diçka nga tension. E bukur kjo pyetje tipike hall, tamam hall. Aleikum hoc, desha me të pyet për shembull, kemi një njerëz në spital edhe ne s'dom që ta bëjmë merak, edhe I thot, bëj për Allah që unë jam mirë, që domethënë ta besoj që është mirë, por ti nuk do t'ia thuash se ke frikë se ai tremet, mund tensionohet, mund t'i ndodhi në diçka nga tension. Vallai, kjo është një gjë që shumë e vështirë për t'u ndarë me thënë drejtën. Mu po të më pyesi puna, them që më mirë të thuhen gjonat. Sepse dhe ai njeriu përgatitet, shtjellohet, po mund të bëhet keq. Do të bëhet keq 5 minuta, 10 minuta, pastaj edhe ai do të vinë vete, do të shtjellohet. Po me rrejt tjetër, mi thonë, ke infekcion, ndërkohë që ati ndoshta I ka ngel si mas, le të themi, parashikimeve shkencore edhe I mu jetë. Thuhet mirë të u bë mirë, në efektet e ilaçit se do të dalsh edhe I çik del. Ai do të dalë, po do të dalin në tabut. S'është normale për mendimin tim. E di që njerëz dhe po ti thosh kancer ose po ti thosh një smundje të rëndë ku dëgjon, po më mirë ta di njeriu, mendimi im, ndoshta nuk jam gabim. Unë mendoj që më mirë njeriu ta di problemin që ka. Reflekton, pendohet, kërkon hallallikun, tregon borxhet që ka apo borxhet që I kanë. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira që thuhen gjonat ashtu siç janë. Përveç se nëse është në një rast ekstrem ku dëgjon në një që edhe kur e prekte ferra I bitet fikt se thot vdiqja, është mohabet tjetër, po këto janë raste të rralla. Në përgjithësi për mendimin tim, më mirë thuhen gjonat sepse ke edhe ti më shumë si më thon ndikim në këshillimin e tij. Po në shumë vende të botës e thonë, por në Shqipëri akoma nuk e kanë thyr këtë lloj problemi. I them unë herë dikujt, ishte anë nga funi. I thash unë, thuj la ilaha illallah, thash sa më shpesh, sepse ke Zoti do të shkojmë gjithë. Si u kishin ngel hatri këtu në familjarëve. Si I tha ashtu babës tonë. Po o vëlla ishte njofti, pastaj e humte. Njofti, pastaj e humte. Domethënë ishte pothuajse në fund fare. Tha la e marrin me shpresë. Ashtu është gjinov vëlla për Zotin. Kështu që unë mendoj që duhet me e thonë, duhet me e dhonë sinjalet. Kam pasi rast tjetër, kam shku të një personi s'mun, edhe mu bo mësim kjo se u bo gjyq. Tani si t'ja them, këto I thëshin ke infekcion. I thashun, hosh më thonë, qarë I thashun, thuj sa më shpesh, la ilaha illallah, mos janë ndaj. A mirë. O bo baba keq, pse e kuptoj që o të vdek. Po mirë për që I thoj që jo babës, ke për të në gjallë. Që elhamdulillah, hajër inshallah. Çfarë pyetje kishe ti vis? E kemi dhonë, e kemi trajtuar këtë çështje disa herë. Tek pyetje përgjigjet është një që thot luan apo lepër. E kam bënë pyetje vetes time. Atë e kam dhënë përgjigjen. Atë e kam dhënë përgjigjen. E ke një përgjigje atë? A ke një përgjigje atë? Çka kam thonë atë? Lejohet kam thonë. Për popullin, për këta që s'kan lidhje me asnjë gjë. E kuptove tani të paktën. Ala se ke kuptu. Megjithatë për Zotin, thuaj vallaj. Thuaj vallaj që se kuptova. Hala. Pra unë them janë ca gjëra që njerëzit jashtë nuk I kuptojnë. Njerëzit duhet fillojnë namazin, të lejnë shirkun, mos hapni këto tema ke njerëzit. Çfarë do thotë kjo fjala? Se ne e bën apo s'bën?
nuk e kemi. Nuk e kemi. Ne kemi dy, ka thënë pejgamberi Islam. Fitr, Bajram, Kurban, Bajram. Përkujtimorët nuk njihen në Islam. Pra bëjmë fest se ka ndodhur diçka. Pra Islami thot pejgamberi Islam, ne në Islam thot kemi dy festa. Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Xhumaja është festa e javës, edhe kur martohesh e viso, shembe. Është tamam fest. Në rregull. Doli emri në televizor. Okej. Nëse është ujë pak i turbullt në këto kohërat e shirave, a bën të marrim abdes? Jo, s'ka asnjë problemi fetarisht. Nëse uji është i turbulluar për shkak të shiut, ose për shkak të gjetheve, ose se ashtu buron, apo ka squfër, apo ka ku dëgjon, nuk ka asnjë lloj problemi, apo ka aromë, siç është uji i llixhave, apo ka krip, siç është uji i detit, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Pra mund të marrësh abdes dhe je në rregull. A është haram se fëmija janë të bë sport, MMA, mundje, MMA, dhe janë shumë të talentum dhe i kam dërgu, më kanë thonë disa njerëz se është haram. A është e vërtet? Sepse për çdo gjë e lidhke me fenë islame, lexojke dhe vetëm për të qenë i sigurt po të pyes ty. Tani janë dy gjëra të ndryshme. Mundja është halal, ndërsa MMA-ja ka një rregull që thot pejgamberi alayhis salam, thot ka ndaluar pejgamberi sa sem që të goditet tjetrin fytyrë. Amon, nëse njëri mëson për vete, me e pas për vete, çdo lloj sporti nuk ka problem. Nëse ti mëson boks për vete, që nëse del në një xhahil, ta bjerë këtu, e vën gjumë 5 minuta, çohet prapë ai, vjen një jetë prapë. Pra me mësu sportet për vete nuk ka problem. Mundje boksit me mësu për vete nuk ka problem. Me i mësu që me i zhvillu si sporte, nëse bëhet fjalë për goditje në fytyrë, në Islam ka tekst të qartë që e ndalon. Jo po për shembull ai Habibi, ai tjetër si ka emrin. Ku dëgjon e tjerë. Allah është shpërbleft ata, alhamdulillah. Vëllezërit tanë janë. Pse njeriu lun sport apo MMA nuk ka dalë nga Islami. Ai musliman është. Thjesht kjo gjë është gabim. Ne tani pse e lun X apo Y apo Z, nuk e bëjmë dot halal. Pra ai ligji është ligj. Kështu që janë dy gjëra të ndryshme. Nëse bëhet fjalë vetëm për mundje, stresit zero, lejohet edhe me ushtru etj. Nëse bëhet fjalë për çdo lloj sporti tjetër ku goditet fytyra e njeriu, aty ka ndalesë të qartë. Urdhëro? Në mbrojtje qitja hunën mazveshit. Kur jetë në mbrojtje, s'ka si problem, pra ne pa thashun, nëse ti e mëson për vete, nuk ka si lloj problemi. Bilon do të këshillosh edhe motrat muslimane, gocat të mësojnë. Lloj xhaidi, lloj shafiri. Ti arrasi motra muslimane, paralizohet kafsha, pastaj vjen me ambulanca, vjen prapë vete, mas të 4 ditë, po i bëhet mësim, që femrat me shami, nuk i prek se këto të fikin derën. Kështu që i këshilloj gocat, motrat muslimane, vajzat tona që t'i futen sporteve, karates. Po gocat me gocat, Allah të shpërblet, se mos ta mësojnë me çunat pastaj. Ja, të mësojnë kështu në vete. E di që bën edhe burrat pastaj të mirë. Se kur të habiri burrin e herë këto, ja rras një burri kështu, ting. Bjerë burrin gjuj, vjen vete, si bëhet burri pastaj. Bëhet e snof. Nëse këta janë shaka, mos i merrni të gjitha seriozisht. Po jo, kjo që duhet mësojnë gocat, duhet mësojnë vallaj. Se është bërë jetë e keqe, jetë e vështirë. Pse mos mësojnë? Pse duhet mësojnë vetëm çunat sporte? Edhe gocat duhet mësojnë. Normalisht, si mas kushteve islame, pa bërë haram, t'jenë
me mësueset, jenë vete, sipas rregullave që përcaktohen. A mund ta lejmë xhenazën vetëm apo duhet të qëndrojmë pranë xhenazës derisa ta varrosim? Prej edukatës me njeriu e vdekur nuk lihet vetëm, prej edukatës, ama fetarisht nuk ka asnjë lloj rregulli dhe ligji për këtë gjë. Për shembull, e lanë xhenazën tek funerali dhe shkuan gjithë në shtëpi, dhe nesër në mëngjes erdhën për të prit njerëzit edhe për ta nxjerrë xhenazën pastaj në orën 1. Kemi bërë gabim fetarisht këtu nuk është bërë asnjë lloj gabimi fetarisht. Po dikush thotë jo vëlla, unë nuk mund të iki, ta lej babën tim apo nonën tim vetëm aty. Nuk, shumë mirë, Allahu ta shpërblet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Ama nëse ikën dikush, a quhet se ka bërë gjuna? Ka bërë mëkat? Jo. Nuk quhet mëkat dhe nuk quhet gjuna. Kam lexuar diku që po ti thuash këto 5 fjalë një herë, po ti thuash këto 5 fjalë 3 herë në një ditë natë nuk të zen asnjë lloj gjëje, as magji, as mësysh, as si lloj gjëje. Hajde bismillah. U gjet zgjidhja. Ajeti kuranor në surën Al-Baqara, "Fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim." Ajeti është i saktë. Ajeti është i saktë. Thot Zoti, "Fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim." Ty do të mjaftoj Allahu ndaj tyre. Allahu është dëgjuesi dhe i gjithdituri. Po nuk ekziston në fen ton askund e shkruar që po ta thoshte 3 herë apo 5 herë apo 7 herë apo 40 herë s'gjen asgjë. Nuk është askund e shkruar kjo. Pavarësisht se mund ta ke lexuar në përfaqe, po jo çdo gjë që thuhet në përfaqe është korrekte. Simbas Islamit, a ka të drejtë gruaja të flasi keq fëmijëve për babain e tyre? Absolutisht që jo, s'ka të drejtë. Nuk ka gjuna më të madh dhe më të rënd se sa prindi, njëri prej prindërve, pra nona në këtë rast, me jo fol keq fëmijëve për babën e tyre, apo dhe e kundërta, që baba të ushqej urrejtje apo mosvlerësim apo injorim të figurës nonës. Se ndodh edhe kjo tjetra. Pra baba mundohet me zhvlerësu nonën, as merr vesh, raca aty në janë kështu, ne jena kështu, ja po ato s'din gjë, ja po unë gjithë më kanë zi jetën, a shef si o abo juve kjo, po mu që më kanë zi jetën gjithë jetën, të visha kalamajve, për nonën e tyne. Kjo është kafsh, insan, kafsh insan. Po edhe nonën, që se ja bon kështu fëmijëve pra e tyne, sa ka heq nona prej këti, a shef si o abo juve pirin nonës, sa kam heq unë prej këti. E ma kanë zi jetën. Që quhet kafsh insan, edhe kjo. Çfarë ka probleme burri me gruan, e gruaja me burrin duhet të zgjidhin me njëri tjetrin. Jo me u fol fëmijëve, jo me ushqy keq tek fëmijët. Se fëmia e merr atë, edhe i Zot e di se si e përkthen në jetë. Pastaj bëhesh pishmon ti, e bëhesh pishmon fisi, jo vetëm ti. Sepse ti jep atij sinjal negativ. Dhe ai sinjali negativ mund të shpërthej nga momenti në moment. Kështu që s'bon, nuk lejohet. Nuk lejohet. Merru vesh me gruan siç të merret vesh burri me gruan, nuk ka nevojë me fut fëmijët mes. Pastaj fëmijët do të rriten dhe do i kuptojnë gjërat vet. Do i kuptojnë fëmijët kur baba ja fut kot ose kur nona, e di kuptojnë sa të zgjut janë fëmijët. Sidomos ato që s'lexojnë asnjë gjë. Këta më të fikin derën për zgjuarsi që kanë fëmijët e sotshëm, nuk ka gjë që ua merr më. Në gjoja zgjut shumë. Kur bën 40 vjeç do të piqen. Nëse ne në kohën tonë piqeshim 20 për shembull, këto do të piqen 40 me kuptu jetën, si funksionojnë gjonat. Alhamdulillah. Një shoqja ime dyshon se ka magji në shtëpi, ka shkuar tek një grua besimtare që i ka lexuar Kur'an dhe i ka dhënë këtë që të spërkas, shtëpinë dhe në dhomën ku do griset letra, aty brenda do të ketë magji. Pra i ka thonë një kështu enë me ujë të kënduar. Edhe ka thonë, çoj ke dhoma gjumit, u gris letra, aty është magjia. E çove ke kuzhina, nuk u gris, s'ka magji. E çove ke dhoma pritis, nuk u gris, s'ka magji. Kjo nuk është e saktë.
Nuk ekziston kjo lloj gjëje. Kështu që kjo motra besimtare që thot ky në pyetje nuk e di se ka gjetë këtë formulën. Let na e thot, nëse ka ndonjë hadith, ndonjë gjë, okay. Mund të kishte një formë tjetër më të bukur dhe më të saktë, si me ujin e kënduar spërkatet shtëpia. Aty ku i smuri bëhet keq, për shembull, tu spërkat lavamanin, i smuri bëhet keq, kontrollo aty. Tu spërkat dyshekun, i smuri bëhet keq, kontrollo aty. Kjo po është e saktë, sepse uji kënduar ka shku ke e keqja dhe jep efektin tek personi. Ama merr ti i shishe me ujë, me letër sure mrena, çoje që dhoma, ndoshta mund t'i ketë dhënë efekt, por nuk është rrugë e saktë. Nuk është kjo mënyrë e saktë. Hoxh, kam një 2 borxhli, njëri më ka 15.000 euro borxh, ndërsa tjetri më ka 19.000 euro borxh që 3 vjet. A është gjuna të përdor dikë që mund t'u marrë atyre parat dhe unë me këtë i rregullojmë vetë muhabetet, se si ndajmë. Lejohet që t'u çojsh dikë që t'u mori parat e tuaja, edhe i thuat jamën vetëm merra se gjysmën do t'i jap ty, për shembull. S'ka si problem fetarisht. Në mënyrë ligjore gjithmonë. Jo, në mënyrë kështu, jo ligjore. Ka njerëz që dinë metoda ligjore shumë të sakta që t'i kthejnë lekët, mashallah. Edhe duke të falendëruar bides, duke thonë faleminderit. Kështu që nëse ja gjen metodën na thuaj edhe neve se i kemi edhe ne ca që alas ne kanë la borxhet. Ju ardh Zoti hakut, ju ardh. Allahu i falt. Jam në punë, por kam një hall ditën e premte, ditën e xhuman, pra drejtori i punës nuk më jep leje të fal xhuman. Dhe unë shkoj e fal, por ai më pret ditën e punës. Apo i ha hakun punës, unë apo ai po më hyn hak mua. Këta xhahilat që lozin me fen dhe me besimin e njerëzve, për sa i përket xhumas. Këta duhet t'i friksohen Zotit, se i Zoti di se ku do t'ua japi Zoti dënimin dhe ndëshkimin që nuk i lejnë besimtarët të falin namaz. Jo vetëm që janë gjëna fqar, po i Zoti di se ku do t'ua japi Zoti këtu në këtë botë. Kështu që ne duhet jemi të qartë kur fillojmë një punë dhe duhet i themi këtyre njerëzve, ignorant dhe xhahila, që unë xhuman 1 orë du pushim. Jo mos merr mund punaj, mos u fut vëlla në atë punë. Anqofse ti ja ke bën mohabet qartë dhe pastaj ai të pret ditën e punës, të ka hyrë në hak, çoj duart nga Zoti se ka për t'ia dhënë Zoti. Vallahi bilaj për Zotin. S'ka gjë më të rëndë me na lut tjetrin më u fal. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla? Ara'ayta in kana 'ala al-huda wa amara bit-taqwa? Alam ya'lam bi anna Allaha yara?" A e ke parë atë që e ndalon robin e Zotit më u fal? Po sikur të ishte ai veti i udhëzuar. Po sikur të ndroi venen ky drejtori, shefi, pronari, po sikur të ishte ai i udhëzuari, e të ishte në punë tek dikush tjetër. Pastaj tha: "A nuk e din ai se Allahu po e sheh? Ti që ndalon njëri me shku për ditë xhumaje, a nuk e din ti se Zoti të sheh? Çfarë do të thosh Zotit? Do më bë luftë Allahu." Është mirë që unë e dëgjoj bashkëshortën kur më thot leje mjekrën, dhe unë e lej vetëm se ajo ka qef, me thonë drejtën, nuk është se unë e kam shumë qef. E rëndësishme leje, mos bëj haramin e ruajtjes. Ka një rregull në shariat që thot, për lënien e haramit nuk është kusht njeti. Për lënien e haramit nuk është kusht njeti. Dikush nuk pin raki se i bë dom për mëlçin, do të dënohet ky në botën tjetër? Pse s'ka pi? Ama ai nuk e lë për hatër të Zotit. Ai e lë se i bëjë dëm për mëlçin e zezë.
Është në rregull vëllai. Dënim s'merr në botën tjetër. A e merr problemin si dikush që qysh në fillim ndalon pra, ky është muhabet tjetër, po ky të paktën nuk dënohet. Edhe dikush që nuk e rrun mjekën se s'do më prish qefin grus, ky nuk do të dënohet pse se ka rrujt, si ta them? Po, pse nuk ka trun bomlash. Nuk do të dënohet pse se ky e ka lëshu, ka dal nga harami. A ka dal nga harami për hatër të Zotit? A ka dal nga harami për hatër të grus? E rëndësishme ky ka dal nga harami. E qartë, sepse rrujtja me brisk e mjekrës është haram. Tek gjitha mëdhëbet, nuk ka se ka i mendim dy mendime. Mendimi fillon që ka diskutim, thot kur ta shohësh dikë dhe e dallon që ka mjekër. A ka dal nga harami, këtu fillon diskutimi. Dikush thot që dëgjon, njeriu ka dal nga harami i ruajtjes mjekrës, minimumi është që të paktën kur ta shohësh, ta dallosh që ka mjekër. Ky është një nga mendimet, nuk është më i saktë, ama ky është minimumi i mendimeve. Nën këtë mendim unë nuk di, mund të dikush tjetër, Allah e lehtësoft, unë nuk di. Pra minimumi i mendimeve që ka diskutim për mjekër është kur e shef dikë dallohet që ka mjekër, do të thotë se ka dal nga harami. Cili është më e saktë? Më e saktë është që mjekra duhet lëshuar minimalisht 4 gisht. Pra duke filluar nga këtu e poshtë 4 gisht, gjitha krahët. Këtu njeriu ka dal nga harami dhe ka bërë atë që duhet. Nëse e lën më shumë, është pastaj gjë tjetër është synet. Por ka dal nga harami me këtë. Kështu që ti o vllajim, me që ta kërko gruaja, alhamdulillah. E paske gruan feqiha. Feqiha do të thotë e paske dietare, mashallah, Zoti është shpërblet. Pse Zoti vendosi ta krijoi Isajin alayhis salam pa baba? Nuk besoj që bota kishte ngel të shifte edhe këtë rast që të kuptoj fuqinë e Zotit. Pasi askush nuk mund ta dinte nëse me të vërtet Maria ishte e virgjër apo jo. Ne besojmë çfarë thot Zoti. Edhe çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam. Dhe ne besojmë se lindja e Isajit alayhis salam pa baba ka qenë vullnet dhe dëshirë e Zotit. E kuptuam ne arsyen siç e paske kuptuar ti, apo nuk e kuptuam, kjo nuk është më pjesa jon për t'ia gjetë zgjidhjen. Ne besojmë se Isai i biri i Merjemes është krijuar pa baba. 1. Besojmë se ka qenë pejgamberi i Zotit dhe i dashmi i tij. 2. Besojmë se nuk është Zot as biri i Zotit. 3. Dhe besojmë se ka ardhur me një mision për një kohë të caktuar derisa të vinte profeti mbas tij, siç kanë ndodhur me të gjithë pejgamberët përpara tij. 4. Kjo është historia me fjalë. Po pse Zoti për Krisht e solli, po kur ta takosh Allahun botën tjetër, pyete, thotë Zot, po pse e bën Isajin alayhis salam kështu? Ne themi siç ka thënë Zoti në Kur'an. Çka ka thënë Zoti në Kur'an? Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isait tek Zoti është si shembulli i Ademit. E krijoi nga dheu dhe i tha bëhu bëhet. Këtë e krijoi nga nona dhe i tha bëhu bëhet. Pse e dha Zoti këtë përgjigje? Që mos thot dikush me që s'ka bab është biri i Zotit. Tha Zoti jo. Se i bjerë nëse ky pa bab është biri i Zotit, i bjerë që Ademi të jetë 2 herë biri i Zotit, se s'kishte as bab as non. Dhe i bjerë që Havaja të ishte bie e Zotit, sepse edhe s'kishte non, po kishte vetëm bab. Kjo që thu ti përmendet si urtësi, e përmendin dietar si urtësi. Pra thon Zoti ka krijuar nga balta pa nonë pa bab. Zoti krijon me nonë me bab. Zoti ka krijuar me bab pa nonë dhe dha verdiktin e fundit. Zoti që ka krijuar me nonë pa bab. Kush mund ta bëjë këtë punë përveç Allahut? Kjo mund të jetë nga urtësit, po e kapëm ne këtë gjë, apo nuk e kapëm? Ai muhabet ka mbaru. Pastaj thotë ku e dishim ne është e virgjë apo nëse beson librat që ne besojmë, këtë pyetje nuk e bën. Nëse je në rrugtim e sipër, lexo se do ta zbulosh që ka qenë e virgjër. Pse nuk e vran Marien ata që nuk besuan kur e kuptuan se ajo ishte shtatzën dhe e pamartuar? Ktu ka 2 gjëra. E para,
Përgjigjja e parë është se sipas një verdikti të Islamit është se Meriemja ka ngel 7 zën dhe ka lindur jo në kohë reale si të gjitha gratë. Pra ka ndodhur mrekullia, si më thoni, ka ndodhur mrekullia atje ku e thot Zoti në Kur'an, edhe ka ardhur me fëmijë në krah. Ky është një mendim. Mendimi i dytë thotë ka pas 7 zanin e plot si gjitha gratë e tjera, por Meriemja ka pas net në adhurim. I ka bazbo babai vet, i kanë bazbo një dhomë të veçantë që të rinte në adhurim të Zotit, sepse nona e Meriemës si kishte emrin? Si kishte emrin? Hajde. Ka pas emër shqiptar. Hana. Ajo kur boni dua tha, o Allah o Zotim, m'jepi fëmijë se do ta bëj zotim për ty. Kur lindi fëmia lindi gocë. Çfarë tha ajo? O Zot, apo lindi gocë? Unë isha menu për çun që ta lesha shërbëtor të tempullit, vakf, fëmijë në vakf për tempullit. E duke qenë se kishte dhënë premtim u mlodhën ato dietarët e asaj kohe, si t'ja bëjmë? Goca në tempull nuk shërbente. Si t'ja bëjmë? I bon një dhomë vete Meriemës. Në mendimin e dytë, ka qenë dhomën e vet, ka qenë ato mrekullit që i jepte Zoti, edhe kur ka dal me fëmijë. Kurse mendimi i parë jo thot, i ka ndodhur ajo me Xhibrilin kur e takoi, ka ngel 7 zën, dua ec rrugës, ka ardhur ke burimi, ka lind. Tjetra, ti nuk mund pyesësh sot mas 2000 e sa vitesh, pse nuk e vran? Na gjej një nga ato aparatura që e kthejnë kohën, ma pse të pyesim? Pse nuk e vran, thot. Kur një person të hyn sefte në dyqan, sefte kjo është tipike autoktone tiranëse, dhe thot, do të ecim mbar se kam hyrë i pari, se jam i marrë si person. Po t'ishte i marrë ky si person, s'vitë me blej i pari këtë dyqani jotë. S'kishte nevojë, çojte ato shërbëtorët në ble. Shkonin bleni duk të gjonasat në ato gjithë të vrapu, kush ta knaqi atë agajin, beun. Hajë inshallah, këto janë kështu budalliqe. Po më duket se është bërë një pyetje më përpara si kjo. Edhe unë kam thonë, thuj këtij personit që të hapi i dyqan. Me që pas ka dorën e marrë dhe komën e marrë, thuj këtij tipit që të hapi i dyqan, se ky ka për ta myt tregun. Elhamdulillah, hajë inshallah. Si jemi me kohën? Okej, kemi. A është gjë na të kërkojmë sebeb për të mbetur 7 zënë, si për shembull të shkojmë tek një grua, ajo vendos diçka te bargu dhe thotë duhet vish 3 ditë. Lejohet, nuk ka asnjë problemi, vetëm boni fëmijë sa më shumë, stresit zero. Nëse e falim xhumana, e kemi patjetër të falim në drekën, jo në mendimin më të qelluar. Ka mendim që thot falet, por nuk është mendim i qelluar. Më e saktë dhe më e drejta është që nuk obligohet dreka mbas xhumas. Është një mendim nga mëdhëbi Shafii që e ka këtë, po nuk ka argument. Më erdhi një vëlla mbas namazit kishte ndruar jetë gjyshi, nga familja ata janë musliman me emër. Ky çuni falet dhe donte që t'ia falin xhenazën gjyshit, por njerëzit e shtëpisë nuk ishin dakord. Më pyeti si t'ia bëjmë. Masi të varroset, shkojnë musliman dhe i falin xhenazën. Masi të varroset dhe marrojnë njerëzit ikin, nesër për shembull, ose 2-3 orë më vonë organizohen musliman dhe shkojnë ja falin xhenazën. Cili është gjykimi i ngrënies se mjedhjeve se unë kam ngrënë vazhdimisht, mirë po mora vesh që kishte mendime të ndryshme. Vazhdo të hajsh pa merak, vetëm bo bismillah kur të hajsh. Nëse kemi një udhtim për 3-4 orë nga shtëpia, a lejohet të shkurtojmë dhe bashkojmë namazin? Ky udhtim i 3-4 orë mund të jetë në qytetit për shembull. Ose mëna del nga qyteti në fshat, poshtë rruga keqe dhe zgjat 3-4 orë. S'ka këtu as shkurtim, as bashkim. Nëse ti del në një qytet tjetër, atëherë po.
falem bashkë me djalin tim, po ai nuk din shumë Kur'an. Ne e lejmë atë përpara dhe falemi mbas tij. Po ne i lexojmë suret. Apo të dalun përpara. Jo. Çuni rrin përpara, aq sa din ai, ju lexojeni në vete, jo me zë të lartë. Në vete i lexoni ju dhe çuni të falet ashtu si din ai dhe me ato sure që din ai. Vendosja e sutrës përpara është obligim apo sunet? Ka dy mendime. Po nëse jemi në një pozicion dhe një situatë të tillë që kalojnë njerëz apo friksohemi se kalojnë njerëz, duhet vendosur sutra e patjetër. Pejgamberi sa ka thënë, nëse falet ndonjëri për jush, le të vendosi mes tij dhe kiblës sutre. Ose thotë pejgamberi sa, nëse dikush është duke falë namaz dhe ka vendosur një sutre përpara dhe dikush do të kalojë ta pengoj, ta ndaloj personin. Po nëse nuk e vendosim thotë sutren, pra pengesën, a është i sakt namazi është i sakt. Mirë po, ti je gjunafqar. Nëse s'ke vu sutre, je gjunafqar, sepse ke lënë një detyrë pa bërë. Namazi është i sakt. Po si jemi? Mbarum, ha? Okej. Ti bëjmë dhe këto dy pyetje se më duk interesante, ta mbyllim. Jam 20 e sa vjeç, që mos përmenim shifrën fiks. E martuar dhe me të jam i pajtuar, pra me sjelljen që ai ka. Asnjëherë nuk kam pas me të ndonjë problem serioz. Po si vjet në Facebook, jashtë kohës së adhurimeve merret shumë me mesazhe me goca dhe pretendon se një ditë do bëhet njëra prej tyre grua e tij. Kjo sjellje e tij më ka lënduar shumë dhe nuk di si të veproj. Po me të gjitha ato, si shkruan, janë jo besimtare dhe mendon që edhe ta bëj besimtare dhe pastaj ta marri për nuse. Kur nuk ec me njërin, vazhdon me një tjetër dhe kjo gjë më ka bërë që të ftohem prej tij. Më thot bindju burrit tan, nuk të duhet gjë me kë shkruaj unë. Allahu e falt, Allahu zoft, gabim vallaj është për Zotin. Vëlla, kush do më martu, duhet ndjekë rrugën e duhur për të martuar. Nuk bëhet kjo të shkruajt lloj-lloj femre. S'është normale, vallaj, për Zotin. Për një mashkull musliman nuk është normale. Thot, kush të ndali, kur të ndali. Qafira, jo, se inshallah bëj edhe muslimane, i rrugë dy punë. E rëndësishme ti duhet, ti motër, që mos dalim nga tema, përgjigju burrit tënd, jepi hakun burrit tënd, në mënyrë që ai të kuptojë që ato ja fut kot. Pra ti duhet t'i japësh ngrohtësinë, mos reago ti negativisht. Se nëse ti reagon negativisht në këtë lloj rasti që është ky tipi, i jep një arsye plus. Mos i jep arsye, ti rri korrekte me pjesën tate, pastaj të Zoti u zoft. Allahu e u zoft. Edhe ky vllai ti friksohet Zotit, mos bëj kështu sjelljesh. Se vallë është e turpshme për Zotin. Është e turpshme. Ja ti them këtij vllajt unë një gjë. Nëse do të kishte ky vllaj një dhondër, a do të ishte i kënaqur që dhondri të sillej me gocën e tij në këtë formë siç po sillet ky me nusën e tij? Ose nëse ky do të kishte një motër, dhe dhondri burri motrës sillet me motrën e këtij çunit, siç sillet ky me gocë me nusën e tij. Do të ishte ky i kënaqur si vlla? Nëse do ankonte motra jote tek ti për sjelljen e burrit, si do të sillesh? Nëse do thotë goca o bab, kështu ma bën burri, çfarë do të thoshe ti për shembull? Pra ne të mësojmë që t'i kthejmë gjonat ke vetja jon, që të kuptojmë se çfarë po bëjmë. Se shumë kollaj me fol, me bë oratorin edhe me bë teorisienin. E fundit fare, çfarë të bëjmë, thot mami nuk e do nusën time, që në javë të dytë dhe deri tani deri më sot vetëm me sham, dhe çfarë nuk i thot? Dhe ajo e di shumë mirë që është femra që unë e dua dhe është shtatzën. Dhe unë akoma nuk e kam ndarë. Faktikisht nusem ka 2-3 herë nga shtëpia nga që shqetësohet për shkak të sjelljes mamit. Ajo shqetësohet kur i ikën nusja 3-4 ditë, pastaj kur vjen nusja prapë fillon përsëri. Boni durim inshallah, keni të boni me njëri çmen. U ka sprovu Zoti me rob të çmen ke shtëpia, boni durim. Ose dilnin vete derisa
ftjellohet derisa të reflektojë tamam. Hajr inshallah. Këto janë probleme që nuk e di nga na kanë ngel këto probleme, po për një gjë jam i sigurt, këto janë probleme të mungesës së besimit, dobësisë besimit, mungesës të një është këput hallka. Kanë pas njerëzit feje dhe besime, kanë pas gjitha gjonat, erdhi sistemi 40 vjet, i nxorri njerëzit nga natyra, i shkëputi njerëzit nga shpirti, i shkëputi njerëzit nga besimi dhe produkti ja dalin kështu lloj produktesh. Ama duhet me bë durim inshallah për hatër të Zotit, ose me dal për një moment dhe për një kohë vete që se kjo reflektoka, po reflektoka vetëm 4-5 ditë. Pastaj u ktheka. Adetil halime ila adetiha al-qadime. U kthy halimja në zakonin e saj të vjetër. Ke parasysh? Hajr inshallah, bof Zotit. Allahu e boft hajr. E rëndësishme është që këto janë ato raste që ne kemi thonë sheriat, që i lejohet nusës me kërku me dalë në vete. Këto janë ato raste që lejohet me kërku me vete, sepse kjo është e lujt me menç, pse duhet lujt dhe kjo menç Allah. Më mirë të rria jo. Më mirë me pas një të çmendur se me pas 2. Mund bëhet dhe burri pastaj i çmendur, se lu dhe ky menç i shkretë, se edhe mashkulli ka i kufin që fund fare i nxefen telat dhe ludhaj me dhe bën 3 çmendur për shkak të një të çmendure. Kështu që më mirë të ri një çmendur në vete, e të çmeni burrin e vet, siç e ka çmend deri më sot, mos çmeni edhe këto të tjerët, se çmenduria, që ta kuptoni ju, është sëmundje ngjitse. Pa njëri dhe nuk e izolojnë, i kap gjithë.